Ka Sami Lushtaku, po jo për takimin për një koalicion, për pas pak atë, edhe Avdigjiku që nuk shkon, nuk merr pjesë. Ftesa që ka punë zoti Kurti partive edhe PDK-s edhe LDK-s është e duhur, është ndoshta edhe në momentin e duhur, sepse ky ngërç nuk mundet mos zgjidh për pa pas një lëshim të partisë madhe, në këtë rast të lëvizjes vendosje, e cila është provu për 6 herë me kandidatën e saj Albulina Axheu që të zgjedh kryekuvendore, është mundu në këtë periudhë me ble ose me bind deputet të partive opozitore ose të partive tjera parlamentare, por që nuk ja ka rrit qëllimit final për mi bo numrin për 61 deputetesh. Ndoshta kjo ftesë ka ardhur në periudhën ku është shumë e mundshme dhe është shumë ka mundësi që deputetet e listës serbe me votu kryetarin e parlamentit pa pëlqim ose pa koalicion, vetëm që me zgjidh këtë ngërç që me kalue në fazën e dytë. Pra gjitha këtu me siguri kanë kalkulu lëvizat vendosje dhe Kurti në këtë rast, dhe ka dërgu ftesë edhe të PDK-ja, edhe të LDK-ja, ndërsa ka anashkalu akën, e që sipas mendimit tim edhe pse unë jam për me bisedu edhe për me zgjidh këtë problem, po refuzimi i LDK-s mu nuk pëmpëlqen që ka ndodhë, por në qoftë se LDK nuk merr pjesë, atëherë edhe PDK duhet me kurzu këtë ftesë ose këtë pjesëmarrje me thirrjen edhe zotit Haradinaj në takim. Pse ta kurzdoj? Po le të ftohet edhe ai si pjesë e partive opozitore, le të bisedojnë të gjithë partitë opozitore ose partitë parlamentare që janë aty, sepse edhe Haradinaj ka grup parlamentar, edhe PDK ka. Haradinaj e tha këtë, e tha një ditë më herët këtu në Politico, madje do duhet ta shkoqis një moment, me një farë formë thotë angazhohem për një qeveri të opozitës në çfarë do variante dhe nuk jam interesuar fare të PDK-ja. E LDK-ja? As është interesuar për qeveri të opozitës, as për qeveri të pushtetit, po megjithatë disa diku nëse bën. Se kushtetuta është mirë është me pas ndoshta mbledh për takim edhe me parti tjera, po në rastin kur zgjedhet kryetari nën kryetar, domethënë kushtetuta ka paraaqë që kryetari takon partisë parë, 2 nën kryetar partive, edhe 3 nën kryetar partive, 3 partive të para. Ndoshta në këtë frymë i ka thirr vetëm antar, po desh mi thirr atëherë edhe të minoriteteve, sepse ato minoritetet kanë 2 nën kryetar. Domethënë kushtetuta ishte një kryetar partisë fituese, një nën kryetar partisë fituese, nën kryetar partisë dytë, nën kryetar partisë tretë, një nën kryetar për partinë komunitetit serbe dhe një nën kryetar për komunitetin jo shumicë. Ta tjerë po votojnë me serb. Kështu që në kushtetutshmërisht është kjo nëse i fton minoritetet. Si pjesë e kuvendit Kosovës më merr mendja që dosh me thirr edhe okën. Edhe po duket që ka animozitete. Këto absolutisht këto animozitete ekzistojnë. Ja çfarë është përgjigjur, si është përgjigjur Haradinaj një ditë më herët, vetëm sa për ta risjellë edhe një herë në transmetim deklaratë numër 4 nëse nuk e bëj. Po 4. A mund bëhet kjo qeveri e opozitës? Unë jam optimist që po. Kush të duhet ishte ai që i prind? Aktualisht, që me thoni drejt morale ka PDK, që ka ma shumë vota, do të ishte Bedri Hamza, po nëse arrini marrëveshje PDK-LDK, edhe ja propozojnë zotit Lumir Avdigjiku për moshtë i pranueshëm.